do kenë mbështetje të fuqishme për sukses në bizneset e tyre. Linja kreditit buta, grante për startupet e tyre. Ne do bëjmë gjithçka që familja shqiptare të forcohet. Familja shqiptare dhe familja në tërësi në këto vitet e fundit ju nënshtrua një agresionit pa parë të ekstremizmit të majt marksist dhe post-marksist. Ju jeni dishmitar se si filluan në Shqipëri në tekstet e shkollës Prindi 1 dhe Prindi 2. U shuan nëna dhe babaj. Erdhi ligji në parlament për fermat e grave që do lindin fëmijë të askujt. Një agresion i pa parë në kohra kundër gjinisë njerëzore, identitetit njeriut. Fati i madh në Shtetet Bashkuara të Amerikës Donald Trump i shtypi kokën gjarprit. Në Shqipëri, ju do t'i shtypni kokën gjarprit Edi Rama. Shqipëria madhështore është zotimi ynë. Shqipëria është vendi i pasurive të pamas. Prodhim dhe vetëm prodhim do t'jetë motoja jonë. Teknologjit më të reja, internet 3, inteligjencë artificiale, blockchain dhe kriptomonedhat, data qendrat, do të shtrojnë Shqipërinë në një epicentër të fuqishme rajonale të high-tech-ut. Shqipëria superfuqi energjetike në rajon. Jam zotuar dhe zotohem përsëri. Qatit e shqiptarve nga jugu në veri do t'jenë me panele fotovoltaike për gjithë ata që duhen. Qeveria do subvencionojë. Miqtë e mi, 2 javë kanë betë. Le t'jenë këto 2 javët e jetës tuaj, 2 javët e misionit tuaj në shërbim të dignitetit tuaj, të mirëqenjes tuaj, në shërbim të shoqërisë shqiptare dhe të Shqipërisë. Të shtojmë Shqipërinë nga kjo narkodiktaturë. Rrofshi ju, rrofsh Shqipëria. Fitore, fitore, fitore. Doktor, ambesa ime vogël. Vazhdo me kohë.